ambasadori ky i Beogradit e ka kërkesë. I Palestinës Beograd, po. Po, i Palestinës. Kudo që tjetë. Kush ambasador, mund t'ju pyes? Jo, s'jo di. As që jam mësojnë atje. Ta janë pa vlerë për mu. Ta njerë që thirin vdekjen tonë. Dhe më thonë, keni kujdes, deshem thënë për këte. Ky vend është, ky shtet është shtet Amerikan. A ditë kur nuk është s'do t'jetë mu. Mund të flasun? Po Olsi deshi të reagoj më herët në demokracinë amerikane. E para, unë jam kundra me zotrin, sepse Kosova nuk e ka marrë kyll lirin nga Amerika. E ka paguar faturën e gjakut. Nuk ka rëndësi nëse e ka paguar në Krusht Vogël, në Mehja, e ka paguar në Malishev, e ka paguar në Çabrat të Gjakovës, nuk ka rëndësi. E ka paguar faturën e gjakut. Nuk e ka marrë kyll lirin Kosova. Dhe ne nuk i dim këto. Bombat ishin të Amerikës, gjaku ishin kosovarëve. Ne nuk i dim këto, jo? Jo, sigurisht që i dini, se ju jeni pjesë e asaj fature. Por... Po mos na mbaj ders me këto gjëra, se ne i dim këto. Po ne i dim që kanë qenë pazot me qiru edhe një fshat dikun vetë. Më ka qenë e pamundshëm, sepse kem pas të bëjmë një armik qindra herë më të fort, jo dhjetra, qindra herë më të fort. Ne kem qenë një pushtim brutal klasik. Ne kem pas ushtarin serb në prag derës. Ne nuk kem pas ushtar në front. Kem pas në shtëpi, në fshat, qytet, çdo kund, në institucione, gjithçka ka qenë e pushtuar. Pra, e theksoj. Ju duhet të theksoni gjakun. Është shumë e rëndësishme gjaku se sa leku i bombave dhe i raketave. Edhe ato janë të rëndësishme. Por nëse kosovarët, shqiptarët e Kosovës, nuk do të kishin derdhur gjak, nuk vinte liria kyll. Liria nuk vinte kyll. Edhe Amerika nuk mund t'ja sillte kyll. Shumë ca të drejta njeriu, jo do hapë shkollë 8 vjeçare apo të mesme, jo do kesh 2 orë mision... Mirë, kjo është të vërtet. Lajmet ke të vë Prishtina, pra do shkoj ke Spikerica, nuk shkoj për te Spikericës Shqip. Ma kuptoni? Pra, është mbi gjitha është gjaku Kosovës. Është shumë i rëndësishëm. Se është gjaku kurd. Se ka sjell lirin. Divjeta e Dimpera, për çaje sundo. Vriten me njëri tjetrin si S'kan luftuar mjaft ata? Jo, vriten me njëri tjetrin si kënd. Jo, s'vriten. Vetëm kurdët e Irakut, Bazargani me atë tjetrin si kënd vriten me njëri tjetrin. Është, historia e re është.